Një rrëfim që ja vlen të gjithë ta dëgjojnë edhe sidomos ato femra të cilat po kalojnë një situatë keqe me kancer, kështu që lulja është një shembull shumë i mirë, një forcë për të gjitha gratë të cilat janë me kancer. Kështu që para se të kalojmë te smundja, fillimisht si ishte jeta juaj para se ta zbuloni smundjen? Para diagnostifikimin e kancerit kam qenë një non e 3 fëmijëve, një non shumë e lumtur, një femëri shumë të lumtur kam kalu, një non mandej u bona, isha gjyshe e 3 nipave. Mas vdekjes së nonës, u bo një tronditje shumë e madhe. Humbja edhe nonës, mas 6 muaj fillova që trupi jem nuk është duke shumë. Humbja e peshës shpejt. Shkova mbi njerë në mjekim, i bonëm analizat. Kështu që çdo sen që ishëm duke bo, më dishin shumë mirë analizat. Po humbja e peshës ishte shumë e madhe te unë. Po ti kishe ndonjë dhimbje, Dhimbje nuk kam pas. Vetëm ka qenë humbja e peshës. U afrova mjekim, i bonëm analizat. Më thanë duhet patjetër një incizim më të thellë, me familjarët, shkum në Prishtinë, e bonëm incizim. E panë që në gurt i kam në hidhës. Atëre i pranova operimin. Do të thënë sipas mjekëve ishte kjo që krejt kjo humbje peshës ishin gurt në hidhës. Po. Edhe incizimi tul që gurt në hidhës. Ishte 31 dhjetore, pranova operacionin të hapur. Gjatë operimit, e vretën që është kancerin në pankreas. Ku e vrejtën, në Prishtinë? Në Prizren. Në Prizren. Doktor Alush Jusufi. Edhe e vretën në operacion, gjatë operacion edhe del mjeku i tregon familjes që ky operim kancerin në pankreas nuk trajtohet në Kosovë. Duhet patjetër jashtë Kosovës. I kishin përmendur Angli, në Gjermani, edhe operimin bëhet në Edirne. Kështu që familjarët kanë vendosur në Edirne. Mas operacionit, ndolëm në dhomën intensiv. Neta një javë, pa e ditë diagnozën teknën që e kam kancerin. Do të thënë ki fjalën Kosova apo në Turqi? Kosovë. Isha me një drenazh. Isha në peshën 47 kg. Kështu që më trajton në Turqi. Pas sa kohë mas 10 dite. Shkove në Turqi pas 10 ditë. 10 janar kam qenë në Turqi. Atëre kur shkova në Turqi, terminën e patëm në ora 9. Mjeku, gjatë korridorit, më përcjellke në vallë, në qyrke. Unë isha me një drenazh, thashën mos kam një pengesë tekatër. Po doktori syt nuk heke nga fytyra jeme. Kur e rralla të hinë të mjeku, erën e parë, po më shem mjeku, ve fasohet edhe këthot, ty, tanë natën e pash në andër, fytyra jote ka qenë në duart e mia. Qenke i dashur i Zotit, që fytyra jote është në duart e mia. Unë 500 pacientet i kam pas, hera parë ndodhë. Buri, djali vllaut Besarti, djali e Marizi, i përgjigjen mjekut.
mami hala është për një mend, ka qenë humanitar, edhe ka dëshirë mi ndihmu njerëzve. Kështu që ka qenë një befazi e madhe. Lule, kur ju tha doktore që gjithë natën të kam pa në ëndër edhe ishte hera e parë që ti e shef doktorin edhe doktori ty, si u ndjeve? E që me i këshur në sy, edhe u përgjithën Arizit, djali, edhe Besarti. Po çfarë tha ndjen? Atë është e vërtet që mami është shumë shpirt mirë, i besim ndaj Zotit. Ai ishte. Për sa kohë ushtrive në spitalin e Turqisë? Mas një jave ushtrina, se analizat e Kosovës më kishin dalë shumë mirë, po doktori më brenë që unë shumë i smudh jam. Do me thonë ka kalun një fazë më të thellë smundja. Edhe sipas doktorave, thëshin që ky operim ka sukses apo jo? Ky operim ka po dush me ëndër, është një operacion kogja e vështirë, që shumë orë zgat, po mas një jave kur ushtrina, nuk më pranur me një operacion. 3 javë qëndrova i shtri, duke dhënë ushqimet, duke bo kret incizime, ma të thella, e vretën që është kanceri pankreas. Në krye të pankreasit është kanceri. Atëherë më mori doktorin pyetje. Tha, shko në Kosovë, qëndro pranë fëmijëve, se do të vish një operacion kogja e vështirë. Erdha, qëndrova 10 ditë. Mas 10 dite u ktheva. Po gjatë atyre 10 ditëve, çfarë mendoje? U kënaqa me duke shijuar familjen. Kishe frikë që do t'ju nështrosh një operacionit shumë gjatë? Jo. Familjen aq pata buzëqeshje, aq pata mbështetje, që vetëm i këshisha buzëqeshjen e atyre duke me hedhë mu mbështetje, luleje fort, do ta kalon sa ma mirë ti e fort me, edhe pata besim të ma, po e pata dhe djalin, mas 12 vjetë e kam një djal, Ajberkin. Djali ishtë 13 vjeçar. Mas i qëndrojsha unë në 3 javë në Nedër,